Tregu i Novoselës këtë të njëjtë të parë të muajit nëntor ka qenë i të mbushur nga produktet, ndërsa fuqia blerëse vijon që të mos jetë në sinkron me atë se çfarë tregu të ofron. Duke qenë se jemi në prag të festave të fundvitit, gjelat dhe pulat e detit kanë dalë në treg, ndërsa çmimet për konsumatorët janë të larta dhe të papërballueshme. Shpendët, kryesisht ata të tryezës së fundvitit, kanë qenë një vend të konsiderueshëm këtë të njëjtë në tregun e urës së Mifolit. Te pulat e detit. Qa të themin? Çmimet janë për 0. Pula e detit është me 6.000 lekë. Po, tash të shtrejta janë. Me ato rrogë që marrë me ato të shtrejta janë, nuk janë. Keni dalë për të blerë në një... Kemi dalë për marrë në një zokë, në një pulë, në një... Shikoj, po janë të shtrejta. I marrëm gjithash 8.000 lekë kilje pulës detit, me 7 ishte ka poshi, që ta shti. Vajalli pasaj mund të ngrihet më shumë. Janë shumë të shtrenjta. Pulja e detit është me 7.000 lekë. Ka posh me 8.000 lekë, ka posh me 9. Pse keni vendosur ta merrni që tani? Po duam ta marrim në ashtë para kohe, t'i bëjmë smet vetë, se se blejmë dot për vitin e ri. Pastaj Janë shtrejtojnë më shumë. Qa do bëjmë? Po kërkojmë shumë gjëra, po s'din të vendosin. Po Amerikan. Unë desha callin, ca gjëra kështu. Sillni këtë treg se i gjeni gjithë. Po i gjejmë shumë ku të gjejmë, e kuptoni? Edhe më kishim një rrugë. S'ka më keq. Rinia iku kush do t'i haj? Pleqëria s'ka që ha. Hajde me u paf. Tregtoni. Nga ana tjetër edhe produktet industriale dhe të veshjeve duket se kanë qenë në krizë. Për tregtarët nuk ka punë dhe ata detyrohen të largohen pa bërë punë, madje pa nxjerr as shpenzimet e ditës apo të rrugës, pasi pjesa më e madhe e tyre vijnë nga zonat përreth Novoselës. Sipas tregtarëve, ka rënë buxheti i familjeve, por gjithashtu janë larguar edhe shumë njerëz nga këto zona rurale. Qa punë, ku ka punë? Ka rënë këto. Nuk ka punë. Punë mot. I merrni më shumë, ju bën mundi se sa... Nuk ka njerëz fare lloj. Ka nikur njerëzit. As lek s'ka, as punë. Për zotin e pak shtrenjtë. Janë shtrenjtë. Ju çfarë do të blini sot? Unë tregtoj aty. Ka punë? Shumë dobët, nuk ka njerëz. S'ka fare njerëz, ka nikur të jashtë. Ja shikoj veti, kam njeriu. Është shumë keq. Çfarë do bëjmë? Sa po bën kjo situatë? Një 2 vjet po një. Është shumë keq. Më shumë ju bën mundimi sa vini? Po, mundimi shumë. Jo rruga ata, është shumë keq. Ju nga vini? Nga Fieri. Dhe detyroheni që të largoheni pa bërë asnjë punë. Çfarë do bëjmë? Produktet bujqësore, frutat dhe perimet, si dhe ushqimet, zën pjesën më kryesore të tregut të Novoselës. Tregtar dhe konsumator kanë ankesa, të parët për rënien e fuqisë blerëse, ndërsa të dytët për çmimet e larta. Të mira, të lira. Çfarë po bleni sot? Unë bleva çik patate, domate, çik mish, do marr çik djath. Po pate, po punove do ashtë. Çdo të njëjtë vini këtu? Çdo të njëjtë, unë banoj këtu afër. Se zgjeni këtu apo ka më shumë produkte? Po këtu vini tër malli, domethënë kur është ditë pazari vini tër malli nga Fieri, nga fshatrat e Vlorës apo nga dhe vini malli është i mirë. Ne na pëlqen që e marrim. Tregu i Novoselës është kthyer tashmë në një traditë dhe çdo të njëjtë mbledh tregtar dhe fermer nga të gjitha zonat për të ardhur në këtë treg e për të zhvilluar aktivitetin e tyre. Po ashtu edhe shumë qytetar, banor të zonave përreth të Novoselës, por edhe Fierit, gjithashtu edhe qytetet të Vlorës, frekuentojnë këtë treg për të bërë psonisjet e tyre, për shkak të çmimeve që mund të jenë më të leverdishme, por edhe të cilësisë.